Në muajin tetor të vitit 1949, kur forcat e sigurimit të shtetit hynë në një shtëpi të braktisur në bregdetin e Karaburunit, ata gjetën diçka që nuk duhej të ekzistonte. Një radiomarrës britanik, ende i ngrohtë nga përdorimi i fundit. Një hartë me koordinata të shënuara me shkronja latine. Dhe një listë emrash të shkruar me dorëshkrim të kujdesshëm, që përputhej fjalë për fjalë me listën që sigurimi kishte marrë nga Moska 3 ditë më parë. Kur oficeri përgjegjës e ktheu faqen e fundit të dosjes, gishti i tij u ndal mbi një vulë të kuqe, konfidencial. Vetëm për sytë e Pilby. Por si kishte përfunduar një dokument britanik në duart e sigurimit shqiptar para se operacioni të fillonte? Kush ishte ky Pilby që emri i tij shfaqej në çdo raport? Dhe më e rëndësishmja, sa shqiptar të tjerë do të vdisnin para se dikush në Londër të kuptonte se po i tradhtonte dikush nga brenda? Në atë kohë, në një zyrë luksoze në katin e 5 të ambasadës britanike në Washington, një burr me kostum të errët dhe kravatë të mëndafsh po lexonte të njëjtën listë emrash. Kim Philby, oficeri ndërlidhës i inteligjencës sekrete britanike, i cili bashkëpunonte ngushtë me Agjencinë Qendrore të Inteligjencës Amerikane, e dinte saktësisht se çfarë do të ndodhte me këta njerëz. Ai kishte zgjedhur vetë koordinatat e zbritjes. Ai kishte miratuar datat. Ai kishte firmosur urdhrat që i dërgonin këta patriot shqiptar drejt një prit të përgatitur me kujdes nga forcat komuniste. Por askush në dhomë nuk e dinte se çdo mbrëmje, kur zyra zbrazej, Pilby hynte në banjën private, nxirrte një aparat fotografik miniatur nga xhepi i brendshëm i xhaketës, dhe fotografonte çdo dokument që do t'i kalonte oficerit të tij drejtues sovjetik në një takim të fshehtë në një park të errët të qytetit. Ky ishte sekreti më i errët i luftës së ftohtë. Njeriu që drejtonte operacionin për të rrëzuar komunizmin në Shqipëri ishte vetë një agjent i Kremlinit. Historia fillon 2 vjet më parë, në verën e vitit 1948, kur shërbimet perëndimore filluan të planifikonin atë që do të bëhej operacioni më ambicioz dhe më tragjik i luftës së ftohtë në Ballkan. Shqipëria, e izoluar nga bota pas prishjes së Titos me Stalinin, u shfaq si hallka më e dobët e bllokut sovjetik. Në sallat e errëta të inteligjencës sekrete britanike në Londër dhe në zyrat e Agjencisë Qendrore të Inteligjencës në Washington, strategët perëndimor hartuan një plan të guximshëm, të infiltronin grupe të armatosura antikomunistësh në territorin shqiptar, të nxitnin një kryengritje popullore dhe të rrëzonin regjimin e Enver Hoxhës. Por për ta realizuar këtë plan, ata kishin nevojë për njerëz që njihnin terrenin, që flisnin gjuhën, që ishin të gatshëm të vdisnin për atë vënë e tyre. Dhe këta njerëz ekzistonin, mijëra shqiptarë që kishin ikur nga komunizmi dhe jetonin në kampet e refugjatëve në Greqi dhe Itali, duke ëndërruar ditën kur do të ktheheshin për ta çliruar vendin e tyre. Në këto kampe, një emër shkëlqente mbi të gjithë të tjerët, Abbas Ermeni. Intelektual, historian, ish komandant ushtarak i ballit kombëtar, Ermeni ishte shpresa e fundit e një brezi që kishte humbur gjithçka. Ai jetonte në një dhomë të vogël në një hotel të lirë në Rom, duke shkruar artikuj për gazeta të vogla të mërgimit, duke organizuar takime të fshehta me patriotë të tjerë, duke besuar se një ditë perëndimi do t'i vinte në ndihmë. Dhe kur 2 oficerë britanik, Julian Ameri dhe David Smiley, trokitën në derën e tij një mbrëmje të ftohtë të janarit të vitit 1949, Ermeni mendoi se lutjet e tij ishin dëgjuar. Ata i premtuan mbështetje ushtarake, armë moderne, trajnim profesional dhe më e rëndësishmja, një shans për të çliruar Shqipërinë. Ermeni nuk e dinte se burrat që po i shtrëngonin dorën me ngrohtësi po e përdornin si një mjet për të rekrutuar mish për top. Dhe nuk e dinte se plani që po i paraqisnin me aq entuziazëm ishte tashmë në duart e armikut. Në muajt që pasuan, Ermeni udhëtoi nëpër kampet e refugjatëve, duke folur me djemt e rinj që kishin ikur nga Shqipëria me shpresën për një jetë më të mirë. Ai u tha atyre se koha kishte ardhur. Se perëndimi ishte gati të investonte në çlirimin e atëve të tyre. Se ata do të trajnoheshin nga ushtarët më të mirë britanik dhe amerikan. Se do të zbrisnin në Shqipëri me armë moderne, me radiomarrës, me mbështetjen e aviacionit perëndimor. Dhe djemt e besuan. Ata u larguan nga familjet e tyre, nga punët e tyre të varfra, nga jeta e sigurt, por pa shpresë në mërgim, dhe u regjistruan në atë që britanikët e quanin Kompania 4000. Emri ishte një gënjeshtër, nuk ishin kur më shumë se disa qindra, por shpresa ishte reale.
Në verën e vitit 1949, grupi I parë u dërgua në Fort Binema në Maltë, një bazë ushtarake sekrete ku britanikët I trajnuan në përdorimin e armëve, në taktika sabotimi, në transmetim me radio, dhe në mbijetesë në terrene armiqësore. Por ndërkohë që këta djemë stërviteshin në diellin e nxehtë të mesdheut, në një zyrë të freskët me ajër të kondicionuar në Washington, Kim Philby po përgatiste tradhtinë më të madhe të shekullit. Ai ishte emëruar zyrtarisht bashkëdrejtuesi I operacionit shqiptar së bashku me Frank Isner, drejtuesin e zyrës së koordinimit të politikave të Agjencinë Qendrore të Inteligjencës. Philby kishte akses të plot në çdo detaj, emrat e agjentëve, koordinatat e zbritjes, datat e operacioneve, pikat e takimit me kontaktet lokale, frekuencat e radiomarrësve dhe kodet sekrete që do të përdoreshin për të komunikuar me bazën. Çdo mbrëmje, pasi miqtë e tij amerikan largoheshin nga zyra, Philby mblidhte dokumentet më të ndjeshme, I fotografonte me një aparat minot të fshehur në një kuti cigare, dhe I kalonte filmat oficerit të tij drejtues sovjetik në një takim të shpejtë në një vend të paracaktuar. Brenda 24 orëve, këto fotografi arrinin në Moskë. Brenda 48 orëve, Moska I kalonte informacionin sigurimit të shtetit në Tiranë. Dhe kur shqiptarët zbrisnin në bregdetin e erët të Karaburunit ose në malet e largëta të Matit, ata nuk gjenin aleat që I priknin. Ata gjenin një prik të përgatitur me kujdes, me projektor që ndizeshin në momentin e saktë, me ushtar të pozicionuar në çdo shkëmb, me oficerë që dinin emrat e tyre para se ata të hapnin gojen. Nata e parë e operacionit mbetet një nga më të errëtat në historinë e luftës së ftohtë. Në tetor të vitit 1949, grupi I parë, I koduar nga britanikët me emrin poshtërues Pidzies, që do të thotë Kukudha, u ngjit në një anije të vogël në portin grek të Korfuzit dhe lundroi drejt bregdetit shqiptar. Ata ishin 9 burra të rinj, të armatosur me pushkë automatike britanike, me radiomarrës të fshehtë në çantat e shpinës, me harta të detajuara të zonave ku do të takoheshin me kontaktet lokale. Ata besonin se po zbrisnin në një zonë të sigurt, ku simpatizantët antikomunistë do t'i pritnin me ushqim, strehim dhe informacion. Por kur anija u afrua në breg dhe ata u zhytën në ujërat e ftohta të natës, duke notuar drejt bregut me armët mbi kokë, ata nuk dëgjuan asnjë zë miqësor. Ata dëgjuan klikimin e armëve që po ngarkohen. Dhe pastaj, në errësirën absolute, shpërtheu zjarri. 4 prej tyre u vranë menjëherë. Të tjerët u kapën të gjallë, u lidhen, u verbuan me drita projektorësh dhe u detyruan të ecnin me këmbë deri në Tiranë, ku do të fillonte një tjetër lloj torture, gjyqet publike. Kur lajmi I dështimit arriti në Londër dhe Washington, reagimi ishte I çuditshëm. Askush nuk e vuri në dyshim sigurinë e operacionit. Askush nuk pyeti si ishte e mundur që komunistët të dinin saktësisht ku dhe kur do të zbrisnin agjentët. Në vend të kësaj, faji u ngarkua vetë shqiptarëve. Oficerët britanik pretenduan se shqiptarët flasin shumë nëpër kafenet e Romës, se sigurisht dikush ka dëgjuar dhe ka njoftuar Tiranën. Abbas Ermeni protestoi me forcë. Ai u tha britanikëve se diçka nuk shkonte. Se komunistët nuk po vepronin bazuar në thashetheme të kafeneve, por në informacion të saktë ushtarak. Ai u tha atyre, ne kemi një spion në nivelet e larta. Dikush po na shet. Por britanikët e injoruan. Dhe Kim Philby, që ishte në dhomë kur Ermeni bëri këtë akuzë, buzëqeshi me butësi dhe I tha, Zoti Ermeni, ju jeni shumë I shqetësuar. Këto janë rreziqet e luftës. Do të jemi më të kujdesshëm herën tjetër. Por nuk pati herë tjetër më të sigurt. Pati vetëm më shumë vdekje. Në vitin 1950, Philby mori drejtimin e plot të koordinimit të operacionit. Ai miratoi një seri zbritjesh me parashut në zonat malore të Matit dhe Korçës, duke premtuar se këtë herë do të ishin më të suksesshme. Ai personalisht zgjodhi pikat e zbritjes, duke I shënuar në harta me laps të kuq. Dhe çdo pikë që ai shënoi, ai e fotografoi dhe ia dërgoi Moskës. Kur parashutistët shqiptar u hodhën nga avionet britanik në errësirën e natës, duke besuar se po zbrisnin në zona të çliruara, ata u pritën me zjarr nga të gjitha anët. Disa u vranë në ajër, trupi I tyre I varur në litarët e parashutës. Të tjerët u kapën sapo prekën tokën. Dhe disa, të dëshpëruar, gëlltitën pilulat e cianurit që u ishin dhënë nga britanikët, pilulat të vogla të fshehura në jakën e xhaketës ose në një dhëmb fals, për të shmangur torturat që I prisnin. Por jo të gjithë vdiqën menjëherë.
Disa u kapën të gjallë dhe u detyruan të luanin një lojë të tmerrshme që sigurimi e quante loja e radios. Oficerët e sigurimit I torturuan derisa pranuan të transmetonin mesazhe të rreme në Londër dhe Washington, duke kërkuar më shumë njerëz, më shumë armë, më shumë furnizime. Dhe britanikët, duke besuar se këto mesazhe vinin nga agjentë të suksesshëm që po vepronin në terren, dërguan më shumë grupe. Çdo grup I ri që zbriste në Shqipëri gjente të njëjtën prilë. Çdo radiomarrës I ri që fillonte të transmetojë përfundonte në duart e sigurimit. Dhe cikli I vdekjes vazhdoi për 3 vjet të tërë, derisa në vitin 1953 operacioni u mbyll zyrtarisht si një dështim katastrofik. Por sa njerëz vdiqën? Burimet perëndimore flasin për rreth 200 deri në 300 të vrarë. Arkivat e sigurimit të shtetit, të hapura pjesërisht pas rënies së komunizmit, sugjerojnë se numri I të kapurve, të vrarëve dhe atyre që u dënuan me burgime të gjata si bashkëpunëtor të tyre I kalon 500 deri në 600 persona. Por edhe këto shifra nuk tregojnë historinë e plotë. Sepse për çdo agjent të kapur, regjimi I Enver Hoxhës nuk vrau vetëm atë. Familjet e tyre të mbetura në Shqipëri u internuan në kampe përqendrimi për dekada të tëra. Fëmijët e tyre u shënuan si armiq të popullit dhe u mohuan të drejtat më elementare. Tradhtia e Kim Philbyt nuk shkatërroi vetëm një operacion ushtarak. Ajo shkatërroi gjenerata të tëra. Dhe ku ishte Philbyt gjatë gjithë kësaj masakre? Ai ishte në Washington duke jetuar jetën e një aristokrati britanik. Ai pinte whisky me Frank Isner në klubet më ekskluzive të qytetit. Ai organizonte darka elegante në shtëpinë e tij, ku diskutonte me ironi të hollë për problemet e vogla të operacionit shqiptar. Ai flirtonte me gratë e kolegëve të tij amerikan. Ai luante tenis në fundjava. Dhe çdo mbrëmje, kur të gjithë flenin, ai shkonte në takime të fshehta me oficerin e tij drejtues sovjetik dhe I kalonte sekretet më të rëndësishme të perëndimit. Ky kontrast mes luksit të jetës së tij dhe agonisë së atyre që ai po tradhtonte, është një nga aspektet më të tmerrshme të kësaj historie. Ndërkohë që shqiptarët vdisnin në malet e ftohta, duke gërryer barin për të mbijetuar, duke u torturuar në qelitë e errëta të sigurimit, Philby po shijonte verën më të mirë franceze dhe po qeshte me shaka të sofistikuara në gjuhën angleze. Por a ishte Philby vërtet fajtori I vetëm? Kjo është pyetja që kanë ndarë historianët për dekada. Disa thonë se po, se tradhtia e tij ishte kirurgjikale dhe shkaku kryesor I masakrës. Të tjerët argumentojnë se operacioni do të dështonte gjithsesi, edhe pa Philbyn. Ata thonë se shqiptarët në mërgim ishin të përçarë mes vete, balli kombëtar kundër legalitetit, dhe se shpesh mburreshin në përbare në Itali dhe Greqi se do të shkonin të çlironin Shqipërinë, duke lejuar spionët e rëndom të sigurimit t'i dëgjonin. Dhe pastaj ekziston një teori edhe më e errët, një teori që sugjeron se Agjencia Qendrore të Inteligjencës dhe Inteligjenca Sekrete Britanike e dinin që operacioni po dështonte, por vazhduan të dërgonin njerëz vetëm për të mbajtur Enver Hoxhën në panik dhe për ta penguar atë të ndihmonte komunistët grek në luftën e tyre civile. Sipas kësaj teorie, shqiptarët nuk ishin kurrë menduar të fitonin. Ata ishin thjesht mish për top, një mjet për të arritur qëllime më të mëdha gjeopolitike. Dhe nëse kjo teori është e vërtetë, atëherë tradhtia e Philbyt ishte vetëm një shtresë e një tradhtie shumë më të madhe. Por le të kthehemi te Abbas Ermeni, burri që e besoi perëndimin me jetën e djemve të tij më të mirë. Çfarë ndodhi me të kur kuptoi se kishte qenë I tradhtuar? Ai jetoi deri në vitin 1978, duke shkruar libra historie, duke dhënë intervista, duke u përpjekur të mbajë gjallë kujtimin e atyre që vdiqën. Por ata që e njohin thonë se ai nuk e fali kurrë veten. Ai besonte se kishte dështuar patriotët që I besonin. Ai besonte se duhej të kishte dëgjuar instinktin e tij, se duhej të kishte refuzuar të bashkëpunonte me britanikët kur dyshimet e para filluan të shfaqeshin. Dhe çdo vit, në përvjetorin e zbritjes së parë në Karaburun, ai shkonte në kishën ortodokse shqiptare në Rom dhe ndeste një qiri për çdo emër që mbante mend. Por sa emra mund të mbash mend kur janë qindra? Sa qirin mund të ndezësh kur faji të ha nga brenda? Dhe çfarë ndodhi me Kim Philby? Në maj të vitit 1951, 2 spion të tjerë sovjetik, Guy Burges dhe Donald Matlean, aratisën në Moskë dhe Philby ra në dyshim. Ai u shkarku nga posti I tij në Washington dhe u kthye në Londër, ku jetoi në mbikëqyrje për vite të tëra. Por ai ishte shumë I zgjuar për t'u kapur. Ai mohoi çdo akuzë.
Ai luajti rolin e oficerit të tradhtuar nga kolegët xheloz. Dhe në janar të vitit 1963, kur inteligjenca sekrete britanike më në fund mblodhi prova të mjaftueshme për të arrestuar, Philby arriti të aratisej në Moskë, ku jetoi deri në vdekjen e tij në vitin 1988. Ai u prit si hero nga sovjetikët. I u dha një apartament i madh, një pension i lartë dhe të gjitha privilegjet e elitës komuniste. Por ata që e takuan në Moskë thonë se ai ishte një burr i thyrë. Ai i pinte shumë. Ai ishte i vetmuar. Ai nuk kishte miq të vërtet, sepse askush nuk mund t'i besonte një tradhtari, edhe kur ai tradhtonte për ty dhe në librin e tij të kujtimeve, Lufta ime e heshtur, ai shkroi me gjakftotësi për shqiptarët e vrarë, nuk ndiej asnjë keqardhje. Ata ishin fashistë që donin të rrëzonin një qeveri socialiste. Unë thjesht bëra detyrën time. Por a ishte vërtet kjo detyra e tij? Apo ishte diçka më e thellë, më e errët? Disa psikologë që kanë studiuar rastin e Philbyt thonë se ai vuante nga një lloj narcisizmi të ftohtë, një paftësi për të ndjerë empati për viktimat e tij. Të tjerët thonë se ai ishte thjesht një besimtar fanatik te komunizmi, i gatshëm të sakrifikonte çdo jetë njerëzore për atë që ai e konsideronte të mirën më të madhe. Por pavarësisht nga motivet e tij, fakti mbetet, Kim Philby tradhtoi qindra njerëz që nuk e njihnin, që nuk i kishin bërë asnjë të keqe, që thjesht donin të çlironin vendin e tyre nga një diktaturë e egër. Dhe ai e bëri këtë duke buzëqeshur, duke shtrënguar duar, duke pirë shampanjë me ata që po i dërgonte në vdekje. Dhe çfarë ndodhi me Frank Isner, mikun e ngushtë të Philbyt, burrin që bashkëdrejtoi operacionin shqiptar? Kur ai zbuloi tradhtinë e Philbyt dhe kuptoi se të gjitha operacionet e tij të fshehta, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Ukrainë, në Poloni, në vendet e tjera të bllokut sovjetik, kishin qenë të komprometuara që nga fillimi, ai pësoi një krizë nervore. Ai u shtrua në spital psikiatrik. Ai u trajtua me elektroshok. Dhe në vitin 1965, ai mori një pushkëgjuetie dhe kreu vetvrasje. Disa thonë se ai nuk mund të jetonte me fajin e të qenit mashtruar. Të tjerët thonë se ai nuk mund të jetonte me fajin e të kesh dërguar qindra njerëz në vdekje për një operacion që ishte i dënuar që nga fillimi. Por pavarësisht nga arsyeja, vdekja e tij ishte një tjetër viktimë e tradhtisë së Kim Philby. Dhe çfarë ndodhi me Enver Hoxhën dhe Mehmet Shehun, përfituesit e drejtpërdrejtë të kësaj tradhtie? Ata e përdorën kapjen e agjentëve për të justifikuar terrorin e brendshëm dhe për të forcuar pushtetin. Çdo gjyq publik i agjentëve të kapur ishte një shfaqje propagande, ku të akuzuarit detyroheshin të rrëfenin krimet e tyre para kamerave, të kërkonin falje nga populli dhe të lavdëronin drejtësinë socialiste që po i dënonte me vdekje. Këto gjyqe u transmetuan në radio dhe u botuan në gazeta, duke krijuar një atmosferë paranoje dhe frike që mbajti popullin shqiptar nën kontroll për dekada. Çdo person që kishte një të afërm në mërgim, çdo person që kishte shprehur dyshime për regjimin, çdo person që thjesht dukej i dyshimt, mund të akuzohej si bashkëpunëtor i agjentëve imperialistë. Dhe kështu, tradhtia e Kim Philbyt nuk shërbeu vetëm për të vrarë patriotët shqiptar. Ajo shërbeu për të forcuar një nga diktaturët më të egra të Evropës. Por historia nuk përfundon këtu. Sepse edhe sot, më shumë se 70 vjet pas operacionit të parë, pyetjet mbeten. Sa shumë e dinte Perëndimi? A ishte Philby vërtet i vetmi spion, apo kishte të tjerë? Pse vazhduan britanikët dhe amerikanët të dërgonin njerëz edhe pasi dyshimet filluan të shfaqeshin? Dhe më e rëndësishmja, a meritonin këta patriotë shqiptar një fat më të mirë? A duhej dikush t'u kishte thënë të vërtetën, se ata po përdoreshin si vegla në një lojë shumë më të madhe, se shanset e tyre për sukses ishin pothuajse zero, se ata po shkruanin emrat e tyre në një listë vdekjeje që tashmë ishte në duart e armikut? Në dimrin e vitit 1950, ndërsa bor e trash mbulonte rrugët e Washingtonit, Kim Philby hyri në një restorant elegant në Georgetown për një darkë private me Abbas Ermenin. Ermeni kishte udhëtuar nga Roma me shpresën e fundit se takimi ballë për ballë me koordinatorin britanik do të sqaronte dyshimet që po e hanin nga brenda. Ai solli me vete një dosje të hollë me shënime, data që nuk përputheshin, vende zbritjeje që dukeshin të komprometuara para se operacionet të fillonin, emra të agjentëve që komunistët i dinin para se ata të hapnin gojen. Philby e priti me një buzëqeshje të ngrohtë, me një shtrëngim dore të gjatë, me atë karizëm që e kishte bërë të dashur për të gjithë në qarqet e inteligjencës perëndimore. Ata ulën në një tavolinë në qoshe, larg veshëve të tjerë.
Ermeni hapi dosjen dhe filloi të flasë me zë të ulët por të vendosur. Ai tregoi për grupin që ishte kapur në mat saktësisht në orën që ishte planifikuar zbritja. Ai tregoi për radiomarrësin që komunistët e gjetën para se agjenti ta përdorte. Ai tregoi për oficerin e sigurimit që i tha një të burgosuri, ne e dinim se po vije. Moska na njoftoi 3 ditë më parë. Pilby e dëgjoi me vëmendje, duke lëkundur kokën me shqetësim të sinqertë. Ai shënoi disa gjëra në një blok shënimesh. Ai premtoi se do të hetonte çdo detaj. Dhe pastaj, duke shikuar Ermenin drejt në sy me atë shikimin e tij të qetë dhe të sigurt, ai tha, Zoti Ermeni, ju jeni një patriot i vërtetë. Por ju duhet të kuptoni se lufta kundër komunizmit nuk fitohet pa sakrificë. Po, kemi humbur njerëz. Po, komunistët kanë qenë më të përgatitur se sa prisnim. Por kjo nuk do të thotë se kemi një tradhtar. Kjo do të thotë se armiku është më i zgjuar se sa mendonim. Dhe pikërisht për këtë arsye duhet të vazhdojmë. Ermeni e shikoi për një moment të gjatë. Diçka në zërin e Pilbyt, në mënyrën se si ai e tha fjalën sakrificë, pa asnjë dridhje në zë, e bëri të ndjente një të ftohtë në shpinë. Por çfarë mund të bënte? Ai nuk kishte prova. Ai kishte vetëm dyshime. Dhe kështu ai mbylli dosjen, e falenderoi Pilbyn për kohën e tij dhe u kthye në Rom me një ndjenjë boshllëku që nuk do ta linte më kurrë. Atë mbrëmje, Pilby shkoi në një takim tjetër, këtë herë në një park të errët pranë lumit Potomac, ku i kaloi oficerit të tij drejtues sovjetik një kopje të plotë të dosjes së Ermenit, duke përfshirë çdo emër që Ermeni kishte përmendur si të dyshimt për rrjedhje informacioni. Brenda një jave, 3 nga këta njerëz u arrestuan në Shqipëri si bashkëpunëtor të 2 fish. A e kuptoni tani thellësinë e kësaj tradhtie? Pilby nuk po tradhtonte vetëm operacionin. Ai po tradhtonte edhe ata që po përpiqeshin ta zbulonin tradhtin. Por le të shkojmë më thellë në jetën e 2 fish të këtij burri që arriti të mashtronte të gjithë për më shumë se një dekadë. Kim Pilby nuk ishte një spion i zakonshëm. Ai nuk vepronte përpara. Ai nuk vepronte për shantazh. Ai vepronte për një besim ideologjik që e kishte përqafuar që në rini, kur studionte në Universitetin e Cambridge-it në vitet e 30. Atje, në një kohë kur Evropa po shkatërrohej nga depresioni i madh dhe fashizmi po ngrihej në Gjermani dhe Itali, Pilby u rekrutua nga një rrjet i fshehtë komunistësh që besonin se vetëm Bashkimi Sovjetik mund të shpëtonte botën nga kapitalizmi dhe lufta. Ai u bë pjesë e asaj që më vonë do të quhej pesëshja e Cambridge-it, 5 studentë të shkëlqyer që u infiltruan në nivelet më të larta të shtetit britanik me qëllimin e vetëm për t'i shërbyer Moskës. Por ndërsa shokët e tij, Guy Burgess, Donald Matlean, Anthony Blunt, Jon Cairns vepronin me një farë nervozizmi, me një frikë të fshehur se do të zbuloheshin, Pilby ishte i ftohtë si akulli. Ai nuk tregoi kurrë asnjë shenjë stresi. Ai nuk bëri kurrë asnjë gabim. Ai jetonte 2 jetë në mënyrë aq të përsosur sa edhe gruaja e tij nuk e dyshonte. Çdo mëngjes ai zgjohej në shtëpinë e tij të bukur në lagjen e pasur të Washingtonit, vishej me kostume të shtrenjta, pinte kafe me gruan dhe fëmijët dhe shkonte në zyrë duke u buzëqeshur kolegëve amerikanë që e konsideronin mik. Çdo mbrëmje ai kthehej në shtëpi, luante me fëmijët, hante darkë familjare dhe pastaj, kur të gjithë flisnin, ai dilte me justifikimin se do të shkojë të pijë një gotë me miq dhe shkonte në takimet e tij të fshehta. Kjo aftësi për të jetuar në 2 botë pa asnjë konflikt të brendshëm është ajo që e bën Pilbyn aq të frikshëm. Ai nuk ishte një njeri i qarë mes 2 besnikërive. Ai kishte zgjedhur anën e tij që në fillim dhe çdo gjë tjetër, familja, miq, karriera, ishte thjesht një maskë. Por çfarë ndodhte në ato takime të fshehta? Si funksiononte mekanizmi i tradhtisë? Dokumentet e deklasifikuara të Komitetit për Siguri të Shtetit Sovjetik tregojnë se Pilby takoi me oficerin e tij drejtues, një burr me emrin e koduar Maksim, të paktën 2 herë në javë. Vendet ndryshonin, ndonjëherë një park i errët, ndonjëherë një makinë e parkuar në një rrugë të qetë, ndonjëherë një dhomë e marrë me qira në një hotel të lirë ku askush nuk bënte pyetje. Pilby sillte me vete filma fotografik të dokumenteve më sekrete që kalonte nëpër duart e tij atë javë. Maksim i merrte filmat, i jepte Pilbyt udhëzime të reja, cilat operacione duhej të sabotoheshin, cilat emra duhej të kalonin në Moskë, cilat takime duhej të raportonin me detaje.
dhe pastaj, para se të ndaheshin, Maksim I jepte Pilbyt një zarf me para, jo shumë, vetëm sa për të mbuluar shpenzimet e takimeve, dhe një shishe uiski të mirë si shenjë mirënjohjeje nga shokët në Moskë. Pilby e merrte shishen, buzëqeshte dhe thoshte, thuaju shokëve se po bëj detyrën time. Dhe kjo ishte e gjitha. Asnjë dram. Asnjë dyshim. Vetëm një shkëmbim I ftohtë biznesi mes dy profesionistësh që e dinin saktësisht se çfarë po bënin. Por çfarë ndodhte me informacionin që Pilby kalonte? Filmat fotografik dërgoheshin në Moskë me valixhe diplomatike. Atje, ekspertët e Komitetit për Siguri të Shtetit I zhvillonin, I lexonin, I analizonin dhe I përkthyenin në raporte operative. Këto raporte pastaj kalonin në drejtorinë e parë kryesore, degën e Komitetit për Siguri të Shtetit që merrej me inteligjencën e jashtme, dhe nga aty dërgoheshin në vendet përkatëse. Në rastin e operacionit shqiptar, raportet shkuan drejt për drejt në Ministrinë e Brendshme të Shqipërisë, ku Mehmet Shehu, që në atë kohë ishte ministër I Brendshëm para se të bëhej kryeministër, I përdorte për të organizuar pritat. Ai dinte saktësisht kur do të vinin agjentët, ku do të zbrisnin, sa persona do të ishin, çfarë armësh do të kishin dhe cilat ishin pikat e tyre të dobëta. Ishte si të luaje shah kur ti ishe të gjitha lëvizjet e kundërshtarit para se ai t'i bëj. Nuk kishte asnjë shans për humbje. Por le të flasim për diçka që rrallë përmendet në librat e historisë. Çfarë ndjenin familjet e atyre që u vranë? Sepse kjo nuk ishte vetëm një tragjedi ushtarake. Kjo ishte një tragjedi njerëzore që shkatërroi qindra familje në dy anë të kufirit. Në anën e mërgimit, në kampet e refugjatëve në Greqi dhe Itali, gra të reja prisnin lajme nga bashkëshortët që kishin shkuar për një mision të shkurtër dhe nuk u kthyen kurrë. Fëmijë të vegjël pyesnin nënat, kur vjen babi, dhe nënat nuk dinin çfarë t'u përgjigjeshin. Disa mësuan të vërtetën nga gazetat, artikuj të shkurtër që raportonin se një grup terroristësh u kap duke u përpjekur të sabotojnë ndërtesa qeveritare në Shqipëri. Të tjerët mësuan nga letra zyrtare të inteligjencës sekrete britanike që thoshin thjesht, me keqardhje ju njoftojmë se bashkëshorti juaj konsiderohet I humbur në detyrë. Por fjala I humbur ishte një gënjeshtër e butë. Ata nuk ishin humbur. Ata ishin shitur. Dhe në anën tjetër të kufirit, në Shqipëri, familjet e atyre që u kapën jetonin një fer tjetër. Regjimi I Enver Hoxhës nuk besonte në fajin individual. Ai besonte në fajin kolektiv. Nëse një burr akuzohej si agent imperialist, e gjithë familja e tij shënohej si armiqe të popullit. Gratë dhe fëmijët e tyre dëboheshin nga shtëpitë e tyre dhe dërgoheshin në kampe internimi në zona të largëta malore, Tepelen, Spaç, Kurbnesh, ku jetonin në kushte nënhumane, duke punuar në miniera dhe fusha pa asnjë të drejtë. Në vitin 1951, kur dy shokët e tij, Guy Burges dhe Donald Matlean, arratisën në Moskë dhe skandali shpërtheu në shtypin britanik, Pilby u thirr për t'u marrë në pyetje nga shefat e tij në inteligjencën sekrete britanike. Ai ul përballë tyre në një zyrë të ftohtë në Londër dhe për orë të tëra ata e bombarduan me pyetje. Ai njeh Burges dhe Matlean si komunist? Po. A ke pasur ndonjëherë kontakt me agent sovjetik? Jo. A ke kaluar ndonjëherë informacion të klasifikuar? Kur? Ai përgjigjej me qetësi absolute, pa asnjë dridhje në zë, pa asnjë djers në ballë. Ai I shikonte drejt në sy, me atë shikimin e tij të sinqert që të bënte të besoje çdo fjalë. Dhe në fund, edhe pse dyshimet ishin të forta, ata nuk kishin prova. Kështu që Pilby u lirua, jo me nderime, por pa akuza. Ai humbi pozicionin e tij në Washington, por nuk u arrestua. Ai u kthye në një jetë më të qetë, duke punuar si korespondent për gazeta britanike në lindjen e mesme. Por edhe atje, edhe kur dukej se karriera e tij si spion kishte mbaruar, ai vazhdoi të kalonte informacion në Moskë. Sepse për Pilbyn, tradhtia nuk ishte një punë. Ishte një identitet. Ishte kush ai ishte në thelb. Dhe kur më në fund, në janar të vitit 1963, inteligjenca sekrete britanike mblodhi prova të mjaftueshme për të arrestuar një dëshmi nga një oficer I Komitetit për Siguri të Shtetit që kishte ikur në perëndim. Pilby arriti të arratisej në Moskë duke u ngjitur në një anije sovjetike që ishte ankoruar në portin e Beirutit. Ai la pas gruan e tij, fëmijët e tij dhe çdo gjurmë të jetës së tij perëndimore. Dhe kur arriti në Moskë, ai u prit si hero. I u dha një apartament I madh në qendër të qytetit, një pension I lartë dhe të gjitha privilegjet e elitës komuniste.
por ata që e takuan në vitet e fundit thonë se ai ishte një burr i thyrë. Ai pinte shumë vodkë nga mëngjesi deri në mbrëmje. Ai ishte i vetmuar, askush nuk mund t'i besonte një tradhtari, edhe kur ai tradhtonte për ty ai kishte humbur çdo gjë që e bënte jetën të vlente për t'u jetuar, familjen, miq, respektin, dhe kishte fituar vetëm një apartament të ftohtë në një qytet të huaj ku askush nuk e donte vërtet. Dhe çfarë ndodhi me ata që mbijetuan? Sepse jo të gjithë vdiqën. Disa, shumë pak, arritën të iknin nga pritat dhe të ktheheshin në Greqi ose Itali. Ata treguan histori të meri për atë që pan. Një prej tyre, një burr me emrin Hamid Matjani, tregoi se si grupi i tij u prit me zjarr në momentin që zbriti nga anija në bregdetin e Karaburunit. Ne nuk kishim asnjë shans, tha ai në një intervistë të dhënë dekada më vonë. Ata e dinin saktësisht ku do të zbrisnim. Ata kishin vendosur projektor në shkëmbim. Ata kishin vendosur mitralos në çdo pozicion strategjik. Kur ne u zhytëm në ujë dhe fillojmë të notojmë drejt bregut, ata na lanë të afrohemi. Ata na lanë të ndjehemi të sigurt. Dhe pastaj, kur ishim vetëm disa metra nga toka, ata ndezën dritat dhe filluan të qëllonin. Unë pash shokët e mi të bien në ujë. Unë dëgjova britmat e tyre. Unë notova nën ujë sa më gjatë që munda, duke mbajtur frymën derisa mendova se do të vdisja. Dhe kur dola në sipërfaqe, isha tashmë larg bregut. Unë notova gjithë natën, duke u kthyer në Greqi. Kur arriti në breg, unë rash në rër dhe qava. Jo vetëm për shokët që vdiqën, por për veten time që isha aq budalla sa t'i besoja britanikëve. Kjo dëshmi është një nga të paktat që ekzistojnë nga zëri i drejt për drejt i një të mbijetuari. Shumica e të tjerëve nuk folën kurrë. Disa nga turpi. Disa nga frika. Disa sepse dhimbja ishte shumë e madhe për të shprehur me fjalë. Por të gjithë ata mbanin të njëjtën pyetje në zemër. Pse? Pse u tradhtuan? Pse askush nuk i dëgjoi kur ata thanë se diçka nuk shkonte? Pse Perëndimi vazhdoi të dërgonte njerëz edhe kur ishte e qartë se operacioni ishte komprometuar? Dhe këtu vjen pjesa më e errët e kësaj historie, pjesa që shumë historianë perëndimor nuk duan ta pranojnë. Sepse ekziston një mundësi që Agjencia Qendrore të Inteligjencës dhe Inteligjenca Sekrete Britanike e dinin që operacioni po dështonte, por vazhduan ta mbështesnin gjithsesi. Jo sepse besonin se do të kishte sukses, por sepse ai shërbente një qëllimi tjetër, të mbante Enver Hoxhën të shqetësuar, të detyronte regjimin shqiptar të shpenzonte burime për të mbrojtur kufit, dhe të pengonte Shqipërinë të ndihmonte komunistët grek në luftën e tyre civile që ende vazhdonte në vitet e para të 50-tave. Sipas kësaj teorie, shqiptarët që u dërguan në vdekje nuk ishin kurrë menduar të fitonin. Ata ishin thjesht mish për top, një mjet për të arritur qëllime më të mëdha gjeopolitike. Dhe nëse kjo teori është e vërtetë, atëherë tradhtia e Kim Philbyt ishte vetëm një shtresë e një tradhtie shumë më të madhe. Sepse të paktën Philbyt tradhtoi për një besim ideologjik, sado i shtrembëruar të ishte ai. Por nëse Perëndimi i përdori këta njerëz si vegla të hedhshme, duke ditur që do të vdisnin, atëherë kjo është një lloj cinizmi që e kalon edhe tradhtin. Kjo është një llogaritje e ftohtë që thotë, jetët e këtyre njerëzve vlejnë më pak se qëllimet tona strategjike. Dhe kjo llogaritje, fatkeqësisht, nuk është e pazakontë në historinë e luftës së ftohtë. Ka pasur shumë operacione të tjera në Ukrainë, në Poloni, në Hungari, në Kubë, ku Perëndimi ka dërguar grupe të armatosura antikomunistësh në misione që ishin pothuajse të pamundura, duke ditur që shumica do të vdisnin, por duke shpresuar që edhe një sukses i vogël do të vlente sakrificën. Por a vlen ndonjëherë një sukses i vogël sakrificën e qindra jetëve njerëzore? Kjo është pyetja që duhet ta bëjmë vetes kur lexojmë këto histori. Le të kthehemi te Abbas Ermeni, burri që mbajti peshën e kësaj tradhtie mbi shpatullat e tij për gjithë jetën. Pas dështimit të operacionit, ai vazhdoi të jetonte në Rom, duke shkruar libra historie, duke dhënë leksione në universitete, duke u përpjekur të mbajë gjallë kujtimin e atyre që vdiqën. Por ata që e njihnin thonë se ai nuk ishte më i njëjti njeri. Ai kishte humbur atë shkëlqimin në sy që e karakterizonte në vitet e para të mërgimit. Ai fliste më pak. Ai qeshte më rrallë. Dhe çdo vit, në përvjetorin e zbritjes së parë në Karaburun, në tetor, ai shkonte në kishën ortodokse shqiptare në Rom dhe ndeste një qiri për çdo emër që mbante mend. Por sa emra mund të mbash mend kur janë qindra? Sa qirin mund të ndezësh kur faji të ha nga brenda?
Në një intervistë të dhënë në vitet e 70, pak para vdekjes së tij, Ermeni tha: "Unë i besova Perëndimit sepse mendoja se ata kishin të njëjtat vlera që kishim ne, lirinë, drejtësinë, dinjitetin njerëzor. Por unë mësova se në politikën e madhe, vlerat janë luksus që vetëm të vegjëlit mund ta përballojnë. Të mëdhenjt luajnë me jetë njerëzisht si me pula shahu. Dhe ne ishim pulat që u sakrifikuam për të mbrojtur mbretëreshën." Këto fjalë janë një akuzë jo vetëm kundër Kim Philbyt, por kundër të gjithë sistemit që e bëri të mundur tradhtin. Sepse Philby nuk veproi vetëm. Ai veproi brenda një strukture që e lejoi atë të kishte akses në sekretet më të ndjeshme pa asnjë kontroll të vërtetë. Ai veproi brenda një kulture të inteligjencës ku besimi mes djemve të vjetër ishte më i rëndësishëm se verifikimi i fakteve. Ai veproi brenda një sistemi ku njerëzit si Abbas Ermeni, të huajt, refugjatët, ata që nuk kishin pushtet, konsideroheshin si burime të shfrytëzueshme, jo si partner të barabartë. Dhe derisa ky sistem nuk ndryshon, tradhtitë si ajo e Philbyt do të vazhdojnë të ndodhin. Por le të bëjmë një pyetje që rrallë bëhet: a kishte Kim Philby ndonjë moment dyshimi? A e mbajti ndonjëherë gjumë në ata duke menduar për shqiptarët që kishte dërguar në vdekje? A ndjej ndonjëherë diçka, edhe një grim pendimi, edhe një çast humaniteti? Në librin e tij të kujtimeve, Lufta ime e heshtur, ai shkruan me një gjakftotësi që të ngrin gjakun, nuk ndjej asnjë keqardhje. Ata ishin fashistë që donin të rrëzonin një qeveri socialiste. Unë thjesht bëra detyrën time. Por a ishte kjo e vërteta, apo ishte një maskë e fundit që ai mbante edhe në fund të jetës? Disa psikologë që kanë studiuar rastin e Philbyt thonë se ai vuante nga një lloj narcisizmi të ftohtë, një paftësi për të ndjerë empati për viktimat e tij. Të tjerët thonë se ai kishte ndërtuar një mur aq të fortë mes vetes së tij dhe pasojave të veprimeve të tij, saqë ai vërtet nuk i shihte shqiptarët si njerëz real, por si abstraktime, fashist, armiq të socializmit, pengesa për përparimin historik. Kjo aftësi për të çnjerëzuar viktimat është një nga karakteristikat më të frikshme të tradhtarëve të mëdhenj. Ata nuk vrasin njerëz. Ata vrasin kategori. Dhe kur ti vret një kategori, ti nuk ndjen fajin që do të ndjeje nëse do të vraje një person me emër, me fytyrë, me familje. Kjo është arsyeja pse Philby mund të jetonte me veten e tij. Sepse në mendjen e tij, ai nuk kishte vrarë Hamit Matjanin, apo Skënder Muçon, apo qindra të tjerë me emra dhe histori. Ai kishte thjesht kontribuar në fitoren e socializmit mbi imperializmin. Dhe kjo abstraksion e bënte tradhtinë e tij të pranueshme për veten e tij. Por historia nuk përfundon me vdekjen e Philbyt në vitin 1988. Sepse edhe sot, më shumë se 30 vjet pas rënies së komunizmit në Shqipëri, familjet e atyre që u vranë ende kërkojnë drejtësi. Ata kërkojnë që qeveria britanike të hapë arkivat e plota të operacionit dhe të tregojë të vërtetën e plot për atë që ndodhi. Ata kërkojnë që emrat e të vrarëve të njihen zyrtarisht si viktima të luftës së ftohtë, jo si terroristë siç i quante propaganda komuniste. Ata kërkojnë që fëmijët dhe nipërit e tyre të mësojnë se gjyshërit e tyre nuk ishin kriminal, por patriot që u tradhtuan nga ata që premtuan t'i mbronin. Por deri tani, kjo drejtësi nuk ka ardhur. Arkivat britanike ende mbajnë të fshehura shumë dokumente me justifikimin se zbulimi i tyre do të dëmtonte marrëdhëniet ndërkombëtare. Por me kë? Bashkimi Sovjetik nuk ekziston më. Regjimi komunist shqiptar ra 35 vjet më parë. Kush po mbrohet duke mbajtur këto sekrete? Apo ndoshta e vërteta është se ajo që fshihet nuk është tradhtia e Philbyt, ajo tashmë dihet, por tradhtia më e madhe, fakti se Perëndimi e dinte që operacioni po dështonte dhe vazhdoi ta mbështeste gjithsesi, duke përdorur shqiptarët si mish për top në një lojë më të madhe gjeopolitike? Kjo është pyetja që mbetet pa përgjigje. Dhe derisa arkivat të hapen plotësisht, ne nuk do ta dimë kurrë të vërtetën e plotë. Në arkivat e Ministrisë së Brendshme të Shqipërisë, të hapura pjesërisht pas vitit 1991, ekziston një dosje me kodin Operacioni Shqiponja e Vdekur. Brenda saj, 312 faqe që dokumentojnë çdo zbritje, çdo prit, çdo marrëveshje të fshehtë mes Moskës dhe Tiranës. Por në vitin 1952, 167 faqe u shqyrtuan nga vetë Mehmet Shehu dhe u shënuan me vulë të kuqe, për t'u djegur menjëherë pas leximit. Çfarë përmbante kjo pjesë e zhdukur e arkivave? Sipas një ish oficeri të sigurimit që foli nën kusht anonimiteti në vitin 2007, ato faqe përmbajnin diçka që regjimi nuk donte ta pranonte kurrë,
Listën e plot të emrave të atyre që kishin bashkëpunuar me Perëndimin jo nga bindje politike, por nga dëshpërimi për të ushqyer familjet e tyre. Njerëz që nuk ishin agent imperialist, por thjesht baballar të uritur që u premtuan bukë dhe liri. Pse u dogjën këto faqe? Sepse nëse populli shqiptar do të mësonte se regjimi kishte ekzekutuar njerëz të pafajshëm vetëm për të justifikuar terrorin e brendshëm, atëherë e gjithë narrativa e luftës kundër imperialistëve do të shkatërrohej. Por kush dha urdhrin për djegjen e këtyre dokumenteve? Dhe më e rëndësishmja, çfarë tjetër po fshihet ende në ato arkiva që mbeten të mbyllura? Ndërkohë që këto dokumente digjnin në një zyrë të errët në Tiranë, në Moskë ndodhte diçka që askush nuk e priste. Kim Philby, që sapo kishte arritur si refugjat në vitin 1963, u thirr në një takim urgjent me Yuri Andropov, atëherë drejtori i Komitetit për Siguri të Shtetit. Philby shkoi me shpresën se do të dekorohej, se do të festohej si heroj që kishte shërbyer Bashkimin Sovjetik për më shumë se 30 vjet. Por kur hyri në zyrën e Andropovitin, ai gjeti një atmosferë të ftohtë. Andropov nuk u ngrit për ta përshëndetur. Ai nuk I ofroi asnjë karrige. Ai thjesht shtyi një dosje të trashë përmes tavolinës dhe tha, lexo këtë. Philby e hapi dosjen. Brenda saj, raporte mjekoligjore nga Shqipëria, fotografi të trupit të torturuarve, dëshmi të atyre që kishin mbijetuar dhe tregonin se si ishin detyruar të hanin mish të miut për të mbijetuar në burgjet e Spaçit. Dhe në fund të dosjes, një pyetje e shkruar me dorë nga vet Andropov, a e dije se çfarë po u bëhej këtyre njerëzve? Philby e mbylli dosjen ngadalë. Ai e shikoi Andropov në sy dhe tha, unë bëra detyrën time. Çfarë bënin shqiptarët me ta nuk ishte përgjegjësia ime. Andropov u përkul përpara dhe tha me një zë të ulët por të prerë, gabim. Çdo gjë që ndodh si pasojë e informacionit që ti kalon është përgjegjësia jote. Dhe tani ti do të jetosh me këtë peshë për pjesën tjetër të jetës sate. Philby doli nga ajo zyrë me një ndjenjë që nuk e kishte ndjerë kurrë më parë, frikën se ndoshta kishte tradhtuar jo vetëm Perëndimin, por edhe veten e tij. Por le të kthehemi te ajo që ndodhte me trupin e Kim Philbyt gjatë këtyre viteve të tradhtisë. Sepse tradhtia nuk është vetëm një akt mendor, ajo lë gjurmë fizike. Fotografitë e Philbyt nga viti 1948 e tregojnë atë si një burr të ri, me flokë të dendur, me fytyrë të shëndosh, me një buzëqeshje të sigurt. Por fotografitë nga viti 1951, vetëm 3 vjet më vonë, tregojnë një transformim shqetësues. Flokët e tij kishin filluar të thinjnin në tëmthat. Fytyra e tij kishte marrë një ngjyrë gri të verdhë, si e dikujt që nuk shite diellin për muaj të tërë. Duart e tij dridheshin lehtë kur mbante një gotë, një shenjë e alkoolizmit që po përparonte. Dhe sytë e tij, që dikur kishin pasur atë shkëlqim karizmatik, tani dukeshin të lodhur, pothuajse të vdekur. Mjeku personal I Philbyt në Moskë, që foli me kusht anonimiteti pas rënies së Bashkimit Sovjetik, tha se Philby vuante nga çrregullime të gjumit të rënda. Ai flinte vetëm 3 deri në 4 orë në natë, dhe edhe ato orë ishin plot me ëndra të këqija. Ai zgjoi duke bërtitur emra që mjeku nuk I njihte, emra shqiptar. Mjeku I dha bara gjumi, por Philby I refuzoi. Ai tha, nëse fle thellë, ëndrat bëhen më të qarta. Unë preferoj të mos fle fare. Çfarë po I ndodhte këtij burri që kishte jetuar me gjaktotësi absolute për 30 vjet? A ishte kjo fillimi I një shkatërimi të brendshëm? Apo ishte thjesht trupi I tij që po paguante çmimin e një jete të dyfish? Dhe ndërkohë që trupi I Philbyt po shkatërrohej ngadalë në Moskë, në Shqipëri po ndodhte diçka që do të ndryshonte historinë e vendit përgjithmonë. Në mars të vitit 1958, Enver Hoxha thiri një mbledhje të fshehtë të byros politike dhe shpalli, ne kemi fituar luftën kundër agjentëve imperialistë. Por tani duhet të fitojmë luftën kundër armiqve të brendshëm. Çfarë nënkuptonte kjo? Ai po përdorte suksesin e operacionit kundër infiltruesve perëndimor si justifikim për të filluar një valë të re terrori, këtë herë kundër popullit të tij. Çdo person që kishte një të afërm në mërgim, çdo person që kishte shprehur dyshime për regjimin, çdo person që thjesht dukej I dyshim mund të akuzohej si bashkëpunëtor I agjentëve të huaj. Dhe kështu, tradhtia e Kim Philbyt nuk shërbeu vetëm për të vrarë patriotët shqiptar që u infiltruan. Ajo shërbeu për të krijuar një atmosferë paranoje që mbajti popullin shqiptar nën kontroll për 4 dekada të tëra.
Çdo herë që dikush pyeste pse jemi kaq të izoluar, përgjigjja ishte, sepse armiqtë tanë po përpiqen të na shkatërrojnë. Çdo herë që dikush ankohej për varfërinë, përgjigjja ishte, sepse duhet të shpenzojmë burime për të mbrojtur kufirin nga agjentët. Dhe kështu, një gënjeshtër e ndërtuar mbi tradhtinë e Pilbyt u bë themeli i një regjimi që vrau dhjetëra mijëra njerëz të tjerë në vitet që pasuan. Por le të flasim për diçka që rrallë përmendet. Çfarë ndodhi me ata që mbijetuan pritat dhe u kthyen në Greqi ose Itali? Sepse jo të gjithë vdiqën. Disa, shumë pak, arritën të iknin. Dhe ata që ikën mbartën një peshë që ishte ndoshta më e rëndë se vdekja, fajin e të qenit gjallë, ndërsa shokët e tyre kishin vdekur. Një prej tyre, një burr me emrin Sejt Kryeziu, jetoi në një dhomë të vogël në një lagje të varfër të Athinës për 50 vjet. Ai nuk u martua kurrë. Ai nuk punoi kurrë një punë të qëndrueshme. Ai jetonte me ndihmë sociale dhe me dhurata të vogla nga bashkëdhetarët e tij. Dhe çdo mbrëmje, ai ulej në një tavolinë të vogël dhe shkruante letra, letra që nuk i dërgonte kurrë askujt. Letra drejtuar shokëve të tij të vdekur, ku ai kërkonte falje që kishte mbijetuar. Letra drejtuar Kim Pilbyt, ku ai pyeste, a fle dot ti natën? A të han ëndrat e këqija? A e di sa njerëz vdiqën për shkak të teje? Kur Kryeziu vdiq në vitin 2003, nipi i tij gjeti një kuti të mbushur me këto letra, mbi 500 letra të padërguara. Ai i lexoi të gjitha. Dhe ai tha më vonë, unë nuk e njihja gjyshin tim si një burr të lumtur. Por unë nuk e dija se ai ishte kaq i thyrë. Ai jetoi 50 vjet me një dhimbje që nuk mund ta shprehte me zë. Ai e shkruante atë në letra që askush nuk do t'i lexonte kurrë. Dhe kjo është tragjedia më e madhe që mund të imagjinoj. Dhe tani le të bëjmë një pyetje që duhet bërë, kush përfitoi vërtet nga kjo tragjedi? Sepse në çdo krim ekziston një përfitues. Në çdo tragjedi ekziston dikush që fiton ndërsa të tjerët humbasin. Dhe në këtë rast, përfituesi nuk ishte vetëm Enver Hoxha, që përdori tradhtin për të forcuar pushtetin e tij. Përfituesi nuk ishte vetëm Bashkimi Sovjetik, që fitoi informacion të çmuar për operacionet perëndimore. Përfituesi ishte edhe një burr që askush nuk e përmend kurrë në këtë histori, Mehmet Shehu. Në vitin 1949, Shehu ishte thjesht ministër i brendshëm, një pozicion i rëndësishëm, por jo më i rëndësishmi. Por pas suksesit të operacionit kundër infiltruesve, ai u bë heroj kombëtar. Ai u paraqit si burri që kishte shpëtuar Shqipërinë nga pushtimi imperialist. Ai u dekorua me medalje. Ai u ngrit në hierarki. Dhe në vitin 1954, ai u bë kryeministër, pozicioni i dytë më i fuqishëm në vend pas Enver Hoxhës. Por si arriti ai këtë ngritje kaq të shpejtë? Sepse ai e dinte diçka që të tjerët nuk e dinin. Ai e dinte se informacioni që po vinte nga Moska ishte aq i saktë sa që pritat ishin pothuajse të garantuara. Ai e dinte se çdo operacion që ai organizonte do të kishte sukses, sepse ai e dinte saktësisht ku dhe kur do të zbrisnin agjentët. Dhe ai e përdori këtë sukses për të ndërtuar një reputacion si mbrojtësi i atveu. Por a e dinte ai se informacioni vinte nga Kim Pilby? Kjo është një pyetje që nuk ka përgjigje të qartë. Disa historianë thonë se po, se Shehu ishte në kontakt të drejtpërdrejt me oficerët sovjetik dhe e dinte burimin. Të tjerët thonë se jo, se ai thjesht merrte informacionin nga Moska pa pyetur se si ishte marrë. Por pavarësisht nga e vërteta, fakti mbetet, Mehmet Shehu u bë një nga burrat më të fuqishëm në Shqipëri fal tradhtisë së Kim Pilbyt, dhe kur ai vdiq në rrethana të dyshimta në vitin 1981. Zyrtarisht nga vetvrasje, por shumë besojnë se u vra me urdhër të Enver Hoxhës, ai mori me vete shumë sekrete që nuk do të zbulohen kurrë. Por le të kthehemi te Kim Pilby dhe vitet e tij të fundit në Moskë. Sepse edhe pse ai jetoi deri në vitin 1988, ata nuk ishin vite të lumtura. Ai kishte një apartament të madh, një pension të lartë dhe të gjitha privilegjet e elitës komuniste. Por ai nuk kishte atë që çdo njeri ka nevojë për të jetuar me dinjitet, respektin e vërtetë. Sovjetikët e trajtonin si një kurioze, një trof lufte që mund të shfaqej para vizitorëve perëndimor për të treguar se edhe britanikët tani kanë. Por askush nuk i besonte. Askush nuk e ftonte në shtëpi për darka familjare. Askush nuk e konsideronte mik të vërtetë. Sepse si mund t'i besosh një tradhtari edhe kur ai tradhtoi për ty? Nëse ai tradhtoi vendin e tij, pse nuk do të tradhtonte edhe ty?
Kjo logjik e thjesht e bëri Pilbyn një burr të izoluar në qytetin ku ai kishte shpresuar të gjente pranimin. Ai pinte shumë, vodkë nga mëngjesi deri në mbrëmje. Ai shkruante kujtime që askush nuk i lexonte me interes të vërtetë. Ai jepte intervista për gazeta sovjetike ku përsëriste të njëjtat fraza propagandistike që kishte mësuar me vite. Por në privatësi, ai ishte një burr i thyrë. Një grua ruse që jetoi me të në vitet e fundit tha, ai fliste shpesh për Shqipërinë. Ai nuk e përmendi kur emrin e vendit me zë të lartë, por kur pinte shumë, ai përshpëriste emra shqiptar. Ai thoshte, ata nuk duhej të vdisnin. Ata ishin thjesht djemë të rinj që donin të çlironin vendin e tyre. Dhe pastaj ai qante. Po, Kim Philby qante. Burri që kishte jetuar me gjaktotësi absolute për 30 vjet, në fund të jetës së tij qante për ata që kishte tradhtuar. Dhe tani le të bëjmë pyetjen që duhet bërë, a meriton Kim Philby falje? A mund të themi se ai veproi sipas bindjeve të tij, sado të gabuara të ishin ato, dhe prandaj duhet të respektohet për konsistencën e tij? Apo a duhet ta dënojmë atë si një tradhtar që vrau qindra njerëz të pafajshëm për një ideologji që në fund dështoi? Kjo është një pyetje që ndan njerëzit edhe sot. Disa thonë se Philby ishte një idealist i shtrembëruar, një burr që besonte se po luftonte për një botë më të mirë, edhe nëse metodat e tij ishin të tmerrshme. Të tjerët thonë se ai ishte thjesht një narcisist i ftohtë që gëzonte pushtetin e të pasur sekrete dhe të manipuluar njerëzit. Të tjerët ende thonë se ai ishte një viktimë e kohës së tij, një kohë kur bota ishte e ndarë në dy kampe dhe çdo njeri duhej të zgjidhte një anë. Por pavarësisht nga interpretimi që zgjedhim, fakti mbetet, Kim Philby tradhtoi qindra njerëz që nuk e njihnin, që nuk i kishin bërë asnjë të keqe, që thjesht donin të çlironin vendin e tyre nga një diktaturë e egër. Dhe ai e bëri këtë duke buzëqeshur, duke shtrënguar duar, duke pirë shampanjë me ata që po i dërgonte në vdekje. Dhe për këtë, ai nuk meriton falje. Ai meriton të mbetet në histori si një paralajmërim për atë që ndodh kur ideologjia bëhet më e rëndësishme se jeta njerëzore. Por le të përfundojmë këtë kapitull me një pyetje që duhet ta bëjmë vetes. Çfarë do të kishte ndodhur nëse Kim Philby nuk do të kishte ekzistuar? A do të kishte pasur sukses operacioni shqiptar? A do të kishin mbijetuar më shumë njerëz? Apo a do të kishte dështuar gjithsesi, sepse plani ishte i dobët që nga fillimi? Kjo është një pyetje që historianët e debatonin për dekada. Disa thonë se po, se pa Philbyn, të paktën disa operacione do të kishin pasur sukses. Të tjerët thonë se jo, se edhe pa Philbyn, sigurimi i shtetit shqiptar kishte spion të tjerë në mërgim që po kalonin informacion. Të tjerët ende thonë se operacioni ishte i dënuar që nga fillimi, sepse perëndimi nuk kishte vullnetin politik për ta mbështetur me forcë të vërtet ushtarake. Por pavarësisht nga e vërteta, fakti mbetet, Kim Philby e bëri dështimin e garantuar. Ai e ktheu një operacion të vështirë në një masakër të sigurt. Ai e ktheu një shpresë të vogël në një tragjedi absolute. Dhe për këtë, emri i tij do të mbetet përgjithmonë i lidhur me një nga tradhtitë më të mëdha të shekullit të 20. Në dhjetor të vitit 1952, kur operacioni Valuable u mbyll zyrtarisht si dështim, një zarf i vogël arriti në shtëpinë e Abbas Ermenit në Rom. Brenda tij, një letër e shkurtër nga inteligjenca sekrete britanike që thoshte thjesht operacioni është përfunduar. Faleminderit për shërbimin tuaj. Asnjë shpjegim. Asnjë kërkesë falje. Asnjë njohje e sakrificës. Vetëm një falënderim i ftohtë, si të ishte një kontratë biznesi që kishte skaduar. Por në të njëjtën ditë, në një zyrë të errët në Moskë, Kim Philby po merrte një dhuratë shumë më të ndryshme, një shishe konjak armenjak me një etiketë të shkruar me dorë nga Yuri Andropov, për shokun që kur nuk harroi detyrën e tij. Philby e hapi shishen atë mbrëmje dhe piu vetëm, duke shikuar dëborën që binte jashtë dritares së tij. Ai nuk festoi. Ai nuk buzëqeshi. Ai thjesht piu derisa ra në gjumë në koltukun e tij, duke ëndërruar përsëri ato emra shqiptar që nuk do ta linin më kurrë në paqe. Por çfarë po ndodhte në të njëjtën kohë në Shqipëri? Në burgjet e Spaçit dhe Tepelenës, të burgosurit që kishin mbijetuar torturat po përgatiteshin për gjyqjet e fundit. Ata e dinin se çfarë do të ndodhte. Ata e dinin se do të ekzekutoheshin. Por ajo që nuk e dinin ishte se edhe në vdekje, ata do të përdoreshin si vegla propagande. Trupi i tyre do të varej në sheshe publike për ditë të tëra, me një tabel që thoshte, kjo është fundi i atyre që tradhtojnë popullin.
Dhe familjet e tyre do të detyroheshin të shikonin, të heshtnin dhe të jetonin me turpin e të qenit familje armish. Por le të shkojmë në një vend që askush nuk e ka vizituar kur, në mendjen e Kim Philbyt në orët e fundit para se të aratisej në Moskë. Ishte janari i vitit 1963. Philby jetonte në Beirut duke punuar si korespondent për gazeta britanike. Por ai e dinte se fundi po afrohej. Inteligjenca sekrete britanike kishte marrë dëshmi të reja nga një oficer i Komitetit për Siguri të Shtetit që kishte ikur në perëndim. Ata e dinin tani me siguri se Philby ishte tradhtari. Ata po vinin ta arrestonin. Philby kishte vetëm disa ditë për të vendosur, të qëndronte dhe të përballej me drejtësinë britanike apo të aratisej në Moskë dhe të jetonte si refugjat në një vend që ai e kishte shërbyer por që nuk e njihte vërtet. Ai kaloi natën e fundit në Beirut duke ecur nëpër rrugët e errëta të qytetit, duke pirë në bare të vogla, duke folur me veten e tij. Një kamarier që e shërbeu atë natë tha më vonë, ai dukej si një burr që po merrte lamtumir me botën. Ai pinte ngadalë, duke shikuar në distancë, duke përshpëritur diçka që nuk e kuptova. Kur u ngrit për të shkuar, ai më la një bakshish shumë të madh dhe tha, faleminderit që nuk më pyete asgjë. Unë nuk e kuptova atëherë se çfarë nën kuptonte. Por tani e kuptoj. Ai po thoshte lamtumir me jetën e tij të vjetër. Dhe në mëngjesin e ditës së ardhshme, Philby u ngjit në një anije sovjetike që ishte ankoruar në port dhe u largua përgjithmonë nga bota perëndimore. Ai la pas gruan e tij, fëmijët e tij dhe çdo gjurmë të jetës së tij të mëparshme. Ai zgjodhi tradhtinë mbi përgjegjësinë. Ai zgjodhi aratisjen mbi ballafaqimin. Dhe kjo zgjedhje e fundit tregon më shumë për karakterin e tij se sa çdo veprim tjetër. Ai ishte një frikacak që fshihej pas ideologjisë. Por ndërsa Philby lundronte drejt Moskës, në Rom po ndodhte diçka që do të ndryshonte jetën e Abbas Ermenit përgjithmonë. Një mbrëmje të ftohtë shkurti, dikush trokiti në derën e tij. Kur Ermeni hapi, ai gjeti një burr të ri me fytyrë të raskapitur, me rroba të grisura, me sy që kishin parë gjëra që asnjë njeri nuk duhet t'i shite. Burri tha me zë të thyer, "Unë jam Petri Dume. Unë isha në grupin që u dërgua në mat në vitin 1950. Unë jam i vetmi që mbijetova." Ermeni e ftoi brenda, i dha ushqim, i dha rroba të pastra, dhe pastaj ul përballë tij dhe tha, "Tregom gjithçka." Dhe Petri Dume tregoi. Ai tregoi se si grupi i tij ishte pritur me zjarr në momentin që zbriti nga parashuta. Ai tregoi se si shokët e tij u vranë njëri pas tjetrit, duke bërtitur emrat e familjeve të tyre. Ai tregoi se si ai u fsheh në një shpellë për 3 ditë, duke ngrënë barin për të mbijetuar, duke pirë ujë nga një përruaj ndotur. Ai tregoi se si më në fund arriti të kalonte kufirin në Greqi, duke ecur natën dhe duke u fshehur ditën. Dhe pastaj ai tha diçka që e ngriu Ermenin. Zoti Ermeni, oficeri i sigurimit që na kapi, tha diçka që nuk e harroj dot. Ai tha, "Ne e dinim se po vinin. Moska na njoftoi 3 ditë më parë. Ata na dhan edhe emrat tuaj. Si ishte e mundur kjo? Si e dinin ata emrat tan para se ne të zbrisnim?" Ermeni nuk kishte përgjigje. Ai kishte dyshime, por nuk kishte prova. Dhe kështu ai thjesht e përqafoi Petrit Dumen dhe tha, "Unë nuk e di. Por unë premtoj se një ditë e vërteta do të zbulohet." Por a u zbulua vërtet? Jo gjatë jetës së Ermenit. Ai vdiq në vitin 1978 pa e ditur kur emrin e Kim Philbyt si tradhtari kryesor. Ai vdiq duke besuar se kishte qenë një dështim i inteligjencës, jo një tradhti e qëllimshme. Dhe kjo është ndoshta tragjedia më e madhe, se ai vdiq pa e ditur të vërtetën e plotë. Dhe tani le të flasim për diçka që askush nuk e përmend kurrë. Çfarë ndodhi me fëmijët e atyre që u vranë? Sepse kjo nuk ishte vetëm një tragjedi për një gjeneratë. Kjo ishte një tragjedi që kaloi nga baballarët e djemtë, nga djemtë të nipërit. Në kampet e internimit në Shqipëri, fëmijët e armiqve të popullit u rritën pa shkollë, pa shëndetësi, pa asnjë shans për një jetë normale. Ata u mësuan që emri i familjes së tyre ishte një turp që duhej fshehur. Ata u mësuan që nëse dikush pyeste ku është babai yt, përgjigjja e saktë ishte, ai tradhtoi popullin dhe u ekzekutua me drejtësi. Ata u detyruan të mohonin baballarët e tyre për të mbijetuar. Dhe kjo mohim e brendshme i shkatërroi psikologjikisht për gjithë jetën. Një prej tyre, një grua me emrin Drita Kola, tregoi në një intervistë të dhënë në vitin 2010,
unë isha 5 vjeç kur babain tim e ekzekutuan. Unë nuk e mbaj mend fytyrën e tij. Unë nuk e mbaj mend zërin e tij. Por unë mbaj mend se si nëna ime më mësoi të thoja, babai im ishte armik i popullit. Unë e thash këtë për 50 vjet. Unë e besova për 50 vjet. Dhe vetëm kur komunizmi ra dhe arkivat u hapën, unë mësova se babai im nuk ishte armik. Ai ishte hero. Ai kishte vdekur duke u përpjekur të çlironte Shqipërinë. Por unë e kisha mohuar për gjysmë shekulli. Si mund të jetoj me këtë faj? Kjo është pasoja më e errët e tradhtisë së Kim Philbyt, ajo nuk vrau vetëm njerëz. Ajo vrau edhe kujtimin e tyre. Ajo i ktheu heronjt në armiq në sytë e fëmijëve të tyre. Në vitin 1975, Philby u diagnostikua me sëmundje të mëlçisë, një pasojë e drejtpërdrejtë e alkoolizmit të tij të rëndë. Mjekët i thanë se nëse nuk ndalonte së piri, ai do të vdiste brenda 5 vitesh. Por Philby nuk ndaloi. Ai vazhdoi të pinte çdo ditë, duke thënë, çfarë kuptimi ka të jetosh më gjatë kur jeta që ke nuk vlen për t'u jetuar. Në vitin 1987, ai ra në koma për herë të parë. Ai u shtrua në spital për 3 muaj. Kur u zgjua, ai kërkoi letër dhe stilolaps dhe filloi të shkruante një letër, jo për familjen e tij, jo për shokët e tij sovjetik, por për Abbas Ermenin që kishte vdekur 10 vjet më parë. Letra nuk u përfundua kurrë. Ajo u gjet në tavolinën e tij pas vdekjes së tij, e shkruar me një dorëshkrim të dridhur që tregonte se sa i dobët ishte bërë. Letra thoshte, Zoti Ermeni, unë e di se ju keni vdekur. Por unë duhet t'ju shkruaj gjithsesi. Unë duhet t'ju them se unë nuk e bëra atë që bëra nga urrejtja për ju ose për njerëzit tuaj. Unë e bëra sepse besoja se po shërbeja një kauzë më të madhe. Por tani, në fund të jetës sime, unë nuk jam i sigurt nëse kauza ishte vërtet më e madhe se jetët që u humbën. Unë nuk jam i sigurt nëse çdo gjë që bëra kishte kuptim. Unë nuk jam i sigurt për asgjë përveç kësaj, se ju ishit një burr më i mirë se unë. Dhe për këtë, unë ju kërkoj falje. Letra nuk u dërgua kurrë. Ajo mbeti në tavolinë e paplot, si një rrëfim i fundit që nuk arriti kurrë në destinacion. Dhe tani le të flasim për ditën kur Kim Philby vdiq. Ishte 21 maj i vitit 1988. Ai ishte shtrirë në shtratin e tij në apartamentin e tij në Moskë, i rrethuar nga infermierë që nuk e njihnin dhe që nuk u interesonte kush ishte. Ai kishte humbur aftësinë për të folur. Ai mund të lëvizte vetëm sytë. Dhe në ato orë të fundit, sipas një infermiere që ishte aty, ai bëri diçka të çuditshme. Ai filloi të qaj. Jo me zë, ai nuk mund të nxirrte zë. Por lotët rrjedhnin nga sytë e tij pa ndaluar. Infermieria e pyeti, a keni dhimbje? Philby tundi kokën, jo. A doni të thërrisim dik? Philby tundi kokën përsëri, jo. Dhe pastaj, me një përpjekje të madhe, ai ngadalë lëvizi gishtin e tij drejt një fotografie të vjetër që mbante në tavolinën pranë shtratit. Fotografia tregonte një grup burra të rinj në uniforma ushtarake, duke buzëqeshur para kamerës. Infermieria e mori fotografinë dhe e shikoi. Ajo nuk i njihte fytyrat. Ajo nuk e dinte se kush ishin. Por Philby i njihte. Ata ishin shqiptarët që ai kishte takuar në Maltë në vitin 1949, kur shkoi për të inspektuar trajnimin e tyre. Ata ishin djemtë që i kishin shtrënguar dorën me respekt, që i kishin thënë Zoti Philby, ne ju besojmë jetën tonë. Dhe ai i kishte shitur të gjithë. Dhe tani, në orët e fundit të jetës së tij, ai po shikonte fytyrat e tyre dhe po qante. A ishte kjo pendim i vërtet? Apo ishte thjesht frika e vdekjes? Ne nuk do ta dim kurrë. Por fakti që ai mbajti atë fotografi deri në fund tregon se diçka në thellësi të shpirtit të tij, diçka që ai kishte përpjekur ta shtynte për dekada, kishte mbijetuar, ndërgjegjja. Por le të mos e idealizojmë Kim Philbyn në vdekje. Sepse edhe nëse ai ndjente pendim në orët e fundit, kjo nuk e fshin atë që ai bëri. Ai tradhtoi qindra njerëz. Ai i dërgoi ata në tortura dhe vdekje. Ai e bëri këtë me gjaktotësi për 30 vjet. Dhe ai jetoi me privilegje ndërsa viktimat e tij vuanin. Asnjë lot në shtratin e vdekjes nuk mund ta shlyejë këtë borxh. Asnjë pendim i vonuar nuk mund t'i kthejë jetën atyre që vdiqën.
Dhe prandaj, kur Philby vdiq në 21 maj të vitit 1988, bota nuk humbi një hero. Ajo humbi një tradhtar që më në fund pagoi çmimin e zgjedhjeve të tij. Ai u varros në varrezat Kuntsevo në Moskë, me një ceremoni të thjeshtë ku morën pjesë vetëm disa zyrtarë sovjetik dhe një grush gazetarësh. Nuk pati fjalime të mëdha. Nuk pati dekorime posthume. Vetëm një varr i thjesht me një pllak që thoshte Harold Adrian Russell Philby. 1912-1988. Asnjë përmendje e shërbimit të tij. Asnjë lavdërim. Vetëm emri dhe data. Sepse edhe sovjetikët e dinin se Philby nuk ishte një hero për t'u festuar. Ai ishte një vegël që kishte shërbyer qëllimin e tij dhe tani ishte e panevojshme. Dhe çfarë ndodhi me ata që mbetën pas? Çfarë ndodhi me familjet e shqiptarëve të vrarë, me të mbijetuarit që jetonin me fajin, me fëmijët që u rritën duke mohuar baballarët e tyre? Kur komunizmi ra në Shqipëri në vitin 1991, shumë prej tyre menduan se më në fund do të vinte drejtësia. Ata menduan se qeveria e re do t'i njihte si viktima, do t'i kompensonte për vuajtjet, do t'i nderonte si heronj. Por kjo nuk ndodhi. Qeveria e re ishte shumë e zënë me problemet e saj ekonomike dhe politike për t'u marrë me të kaluarën. Arkivat u hapën pjesërisht, por shumë dokumente mbetën të klasifikuara. Familjet e viktimave morën disa letra zyrtare që thoshin, babai juaj është rehabilituar posthumisht. Por çfarë do të thotë rehabilituar kur ai ka vdekur 50 vjet më parë? Çfarë do të thotë drejtësi kur ata që e vranë kanë vdekur gjithashtu? Dhe kështu, shumë prej këtyre familjeve vazhdojnë të jetojnë me një dhimbje që nuk shërohet kurrë, dhimbjen e të mos ditur saktësisht se çfarë i ndodhi të dashurve të tyre, dhimbjen e të mos pasur një varr ku të shkojnë për t'u lutur, dhimbjen e të ditur se bota ka harruar sakrificën e tyre. Dhe çfarë ndodhi me tradhtarët, me ata që përfituan nga kjo tragjedi? Mehmet Shehu, burri që u bë kryeministër fal suksesit të operacionit kundër infiltruesve, vdiq në rrethana të dyshimta në vitin 1981. Zyrtarisht, ai kreu vetvrasje. Por shumë besojnë se ai u vra me urdhër të Enver Hoxhës, që e dyshonte për tradhti. Ironia është e tmerrshme, burri që u bë i fuqishëm duke kapur tradhtarët, vetë u akuzua për tradhti dhe u eliminua. Enver Hoxha vdiq në vitin 1985 duke mbajtur pushtetin deri në frymën e fundit. Ai nuk u ndëshkua kurrë për krimet e tij. Ai nuk u ballafaqua kurrë me drejtësinë. Ai vdiq në shtratin e tij, i rrethuar nga familja, duke besuar se kishte qenë një hero kombëtar. Dhe kjo është ndoshta padrejtësia më e madhe, se ata që shkaktuan vuajtjen më të madhe jetuan jetë të gjata dhe të rehatshme, ndërsa viktimat e tyre vdiqën të rinj dhe të harruar. Por historia nuk përfundon me vdekjen e këtyre njerëzve. Sepse edhe sot, më shumë se 70 vjet pas operacionit të parë, pyetjet mbeten. Kush tjetër ishte i përfshirë në tradhti përveç Kim Philby? A kishte spion të tjerë sovjetik në nivelet e larta të inteligjencës sekrete britanike dhe Agjencinë Qendrore të Inteligjencës që nuk u zbuluan kurrë? Pse vazhduan britanikët dhe amerikanët të dërgonin njerëz edhe pasi dyshimet filluan të shfaqeshin? A e dinin ata që operacioni ishte komprometuar dhe vazhduan gjithsesi për qëllime të tjera strategjike? Dhe më e rëndësishmja, a do të hapen ndonjëherë plotësisht arkivat britanike, amerikane dhe shqiptare për të zbuluar të vërtetën e plotë? Këto janë pyetjet që mbeten pa përgjigje. Këto janë sekretet që ende fshihen në dosje të vjetra në bodrumet e shërbimeve të inteligjencës. Dhe ndërsa ne qëndrojmë këtu, 75 vjet pas fillimit të kësaj tragjedie, duhet të pyesim veten, çfarë kemi mësuar? A kemi mësuar se njerëzit e zakonshëm nuk duhet të bëhen piona në lojrat e të fuqishmëve? A kemi mësuar se ideologjitë, sado të bukura të duken në teori, nuk vlejnë kurrë më shumë se jeta njerëzore? A kemi mësuar se tradhtia nuk vjen gjithmonë nga armiqt, por shpesh nga ata që buzëqeshin dhe të shtrëngojnë dorën? Apo a kemi harruar tashmë, duke u përgatitur për të përsëritur të njëjtat gabime në një formë të re? Sepse e vërteta është kjo, historia e Kim Philby dhe e shqiptarëve të tradhtuar nuk është vetëm një histori e së kaluarës. Është një paralajmërim për të tashmen dhe të ardhmen. Është një kujtesë se pushtetarët ende luajnë me jetë njerëzish. Është një thirrje për të kërkuar të vërtetën, për të mbajtur përgjegjës ata që tradhtojnë dhe për të mos harruar kurrë ata që vdiqën duke besuar në një premtim që u thye.
Dhe kështu, ndërsa mbyllim këtë histori të errët, ne nuk do të japim një përfundim të qartë. Ne nuk do të themi dhe kështu u bë drejtësi. Sepse drejtësia nuk u bë. Ne nuk do të themi dhe të gjithë mësuan mësimin. Sepse shumë nuk mësuan asgjë. Ne do të themi vetëm këtë, e vërteta është ende atje, e varrosur në arkiva të mbyllura, në kujtimet e të mbijetuarve të vjetër, në lotët e familjeve që ende presin njohje. Dhe derisa kjo e vërtet të dalë plotësisht në dritë, derisa emrat e të gjithë tradhtarëve të zbulohen, derisa viktimat të nderohen me dinjitetin që meritojnë, kjo histori nuk do të përfundojë kurrë. Por pyetja që mbetet është kjo: kush do ta tregojë të vërtetën e plotë? Kush do të hap ato arkiva që ende mbahen të fshehura? Kush do të kërkojë drejtësi për ata që nuk kanë më zë për të folur? Apo a do të vazhdojmë të heshtim, duke lejuar që sekretet e së kaluarës të mbeten të varrosura për gjithmonë, duke lejuar që tradhtarët e ardhshëm të veprojnë me të njëjtën pandëshkueshmëri? Kjo është pyetja që ju lë juve. Sepse historia nuk shkruhet vetëm nga ata që e jetuan. Ajo shkruhet edhe nga ata që zgjedhin ta mbajnë gjallë kujtimin. Dhe zgjedhja është e juaja.